për të protestuar për çështje të tjera, për ato të arsimit, por me kalimin e viteve edhe me represionin e pushtetit të kësaj qeverie, të qeverisë e Edi Ramës dhe të Partisë Socialiste, po shohim se problematikat kanë kaluar nga arsimi deri tek shëndetësia, tek marrja e tokës, tek ligje të bëra me porosi, kështu që ka një sër arsyesh për të protestuar, aq sa ne ndonjëherë edhe shpesh herë i harrojmë këto skandalet që kanë ndodhur gjatë gjithë këtyre viteve. A ka një i ri të ardhme në Shqipëri për të ndërtuar jetën e tij? Shumë, pra pjesë e politikës tonë që në Shqipëri jetohet shumë mirë, të rinjt kanë të ardhme, duhet të punojnë, por realisht një i ri, a ka të ardhme për të ndërtuar jetën e tij, për të blerë një apartament, për të përballuar çmimet e tjerë? Absolutisht jo. Këtu një i ri ka disa sfida përballë. E para njëherë është pikërisht ajo që unë përmenda më herët, është arsimi. Sot ka rënë ideja e të bërit universitet, sot jetojmë në një shoqëri ku modelet e suksesit nuk janë më ato përmes të cilës ti mund të studiosh edhe të jesh më i suksesshëm, le të themi, përmes asaj që ti ke studiuar apo përmes punës tënde, përmes modeleve të ndryshme, dhe këtu mungon edhe meritokracia, dhe kjo gjë absolutisht që i bën të rinjt që të kenë probleme në arsimim. E dyta, ajo që ti përmende për sa i përket kostove të jetesës edhe fakti që sot të rinjt me gjithë ndërtimet që po ndodhin, sidomos në Tiranë apo në zonat bredektare, edhe kur një ri arrin që të punësohet, shpesh herë nuk punësohet as në atë se çfarë ai ka përfunduar studimet, po edhe po të ketë një pagë, le të themi, mesatare, një i ri sot e ka të pamundur që të blej një shtëpi apo të mendoj që të krijojë një familje, dhe nga ana tjetër edhe mungesa e politikave sociale, qoftë nga ana e bashkive, pushtetit lokal në këtë rast për çështjen e strehimit, që është një nga çështjet më kryesore, nuk është një mungesë totale, le të themi, dhe pavarësisht se në imazhin dhe ajo se çfarë ka dashur edhe qeveria e Edi Ramës të krijojë është që një herë në 2 vite bën nga një strategji të re, strategjinë për strehimin, strategjinë për rinin, por që çalojnë në gjërat më bazike, sepse nuk janë të lidhura me nevojat e të rinjve realisht, por për interesa akoma